Mirëmbrëma të nderuar shikues, po ndiqni lajmet qendrore në televizionin 7. Edhe sonte edicionin e nisi me zhvillimet politike. Ashtu siç u paralajmërua gjatë ditës në hapësirat e Kuvendit të Kosovës, janë rikthyer takimet mes lëvizjes vetëvendosje e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në orën 16 aty kanë bërritur përfaqësuesit të dy partive, përfshirë dy liderët kryesor. Pas më shumë se 2 orësh takim, pati deklarime nga të dy palët, ku tha se diskutimet ishin serioze dhe u dakorduan që në takimin e radhës të shkojnë me emra konkret për president. Shqyrtuam e diskutuam kriteret për figurën e presidentit apo presidentes së re, nga shumë kënde dhe në disa rrofshe, por në veçanti sa i përket vlerave, meritave dhe kontributeve në shoqëri, për kombin mbar dhe në profesionet e caktuara. Është vendim tejet i rëndësishëm dhe është proces shumë i ndjeshëm. Andaj edhe pas këtij takimi kemi nevojë që të kthehemi tek subjektet tona përkatëse politike, ne te lëvizja vetëvendosje dhe delegacioni tjetër tek Lidhja Demokratike e Kosovës, në mënyrë që të zhvillojmë edhe konsultime të brendshme dhe të ritakohemi ashtu që të merremi vesh. Ka vullnet të dyanshëm rreth këtij profili se si do duket një president dhe mbi gjitha mbi kriteret që ky president ose kjo presidente duhet të ketë. Dhe këto kriteret janë të qarta, ju lutem që ti besoni jo vetëm orientimit ton 37 vjeçar, po vetë vlerave për cilat LDK-ja qëndron, një president që e don Republikën, e mbron Republikën, e ushtron demokracinë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe një figurë që e shtron unitetin politik ashtu siç i takon me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Pra nuk duam një president të parëndësishëm, por një figurë e cila është respektuar dhe ushtron me dinitet funksionin më të lartë shtetëror. Jam i bindur se Kosova ka figura të tilla, por gjendja dhe çështja dhe tema në përgjithësi është shumë sensitive dhe kërkuam periudhë diskutuese të brendshme brenda subjekteve tona dhe konsultative dhe me shoqërinë secili në mënyrën e vet, para se të vijmë me emra konkret në takimin e ardhshëm. Një takim siç edhe u quajt konsultativ për çështjen e presidentit u zhvillua edhe këtë mëngjes mes ushtruesës së detyrës së presidentes me partitë parlamentare pa përfshirë këtu opozitën. Albulena Haxhiu kërkoi që partitë të flasin me emra të përveçshëm për presidentin e ri. Ditën e nesër në presidencë, përfaqësuesit e partive politike u ftuan në takim nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu me qëllim gjetjen e një zgjidhjeje për ngërçjen institucional. Të parët arritën Mimoza Kusari Lila nga Alternativa, Donika Gërvalla nga Guxo dhe Elber Krasniqi nga grupi multietnik, bashkë me përfaqësues të partive të tjera të komuniteteve. Pas tyre erdhi edhe kryeministri në detyrë e njëherësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Ashtu siç edhe paralajmëruan, në tryezë munguan PDK-ja, LDK-ja dhe OAK-ja. Ata nuk e njohin Haxhiun në rolin e UD presidentes si bazë për një takim të tillë. Pas përfundimit, Haxhiu tha se partitë pjesëmarrëse janë pajtuar se duhet të punohet për një marrëveshje për presidentin dhe të shmangen zgjedhjet e reja. Unë sot kam dëgjuar qëndrimet e subjekteve politike, pra ato që ishin të pranishme në këtë takim. Të gjitha subjektet politike ishin që duhet të kontribojmë maksimalisht për çështjen e marrëveshjes për presidentin dhe patjetër duhet të shmangen zgjedhjet e parakohshme në Republikën e Kosovës. Haxhiu njoftoi gjithashtu se Kurti pritet të takohet së shpejti me kryetarin e LDK-s, Lumer Abdigjiku. E pyetur për protestat e paralajmëruara nga opozita në shtator, Haxhiu deklaroi se nëse ato lidhen me vendimin e gjykatës speciale, opozita duhet të kërkojë falje për dëmin që i është shkaktuar vendit. Nëse është për vendimin e speciales, ne ende nuk e dim se cili do të jetë vendimi i gjykatës speciale. E unë uroj shumë që gjykata ta korrigjoj kërkesën e padrejtë të prokurorisë speciale. Nëse kam për këtë arsye, atëherë unë mund t'ja u kujtoj atyre. Unë nuk e kam votuar gjykatën speciale, e as subjekti vetëvendosje, të cilën ata sot e akuzojnë.
Prandaj është mirë që të kërkojmë falje publike për këtë dëm të madh që ja kanë shkaktuar vendit. Ndërkohë, ajo u bëri thirrje të gjitha palëve që pretendojnë shkelje të kushtetutës për seancën konstituive apo për ushtrimin e detyrës së presidentes të drejtohen gjykatës kushtetuese. Pas takimit pyetjes së gazetarëve për thirrjen e seancës konstituive, kryeministri në detyrë ju përgjigj shkurt. Ndërkohë, Zdonika Gorvalla përmes një postimi në Facebook kritikoi partitë që munguan në takim, duke thënë se kush kërkon zgjidhje nuk bën zhurmë dhe nuk i ikën tavolinës së dialogut. Rreth 2 orë pas takimit të thirrur nga Haxhiu, e të cilin e refuzuan, deputetët e PDK-s dhe Aleancës u mblodhën në sallën e kuvendit. Këta, për të disatën herë, kërkuan që të thirret vazhdimi i seancës konstituive. Pritën të përfundonte takimin në presidencë mes ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Haxhiut dhe përfaqësuesve të partive politike. E më pas, deputetët nisën aksionin. Të zgjedhurit e popullit nga subjekti politik PDK u fotën në sallën plenare të kuvendit, aty ku tashë një kohë po dështon konstituimi i legjislativet. Pa paralajmërim, atyre ju bashkuan edhe 2 deputetë të Aleancës. Fillimisht në foltore doli deputetja e PDK-s Besa Kabashi Ramaj. Ajo e cilësoi situatën si krizë shtetërore dhe akuzoi partinë fituese për shkelje të kushtetutës dhe mbajtje peng të institucioneve. Ajo që po ndodh këtu është një krizë shtetërore e shkaktuar nga partia së cilës qytetarët ja kanë dhënë përgjegjësinë për të konstituuar institucionet, por që në realitet ka vendosur ta mbajë krejt shtetin tonë peng. Pas saj, fjalën e mori deputeti i Aleancës Besnik Tahiri, i cili kritikoi mos konstituimin e kuvendit. Sipas tij, partia në pushtet po pret që deputetët të lodhen dhe të heqin dorë nga kërkesa për funksionalizimin e institucioneve. E po mendon që ne do të lodhemi, do të mendon që këto veprime tona nuk do t'i bëjmë për shkak se mund mu po ndryshe apo kështu, po na s'kem punë tjetër, nuk kem detyrë tjetër, dhe se marë në venin tonë, në karriken tonë, në sallën tonë, që ne ka besu qytetari Kosovës, me votën e vetë. Tahiri shtoi se nëse kurti i përmbush 6 kërkesat e Aleancës, ai do të ketë 7 deputet në krah për veprimet e tij. Pas përfundimit të aksionit në hollin e kuvendit u deklarua deputetja e PDK-s Vlora Qitaku. Ajo përsëriti akuzat për shkelje kushtetuese nga LVV-ja, duke thënë se kjo parti po synon edhe defunksionalizimin e institucioneve. Zonja Haxhiu është deputete, një lloj sikurse që jam edhe unë. Në ndërkohë që KQZ-ja është një organ i pavarur. Madje, mbase, do thoja që është edhe qëllim i lëvizjes vetëvendosje që të defunksionalizoj të gjitha institucionet, përfshirë edhe KQZ-n, sikurse që ka defunksionalizuar pothuajse çdo mekanizëm institucional në Republikën e Kosovës. Sipas Qitakut, kriza institucionale po vazhdon për shkak të mungesës së vullnetit politik të LVV-s, derisa ritheksoi se PDK-ja mbetet në opozitë. Si edhe 3 herë të tjera paraprakish, PDK zhvilloi edhe sot aksionin para objektit të qeverisë në shenjë proteste ndaj mosthirrjes së vazhdimit të seancës konstituive të kuvendit. Këtë herë ju bashkuan edhe Rinia Demokratike e Kosovës, të cilët kërkuan funksionalizimin e institucioneve. Mëngjesi gjeti sërish te qeveria e Kosovës, por kësaj radhe deputetët e PDK-s kanë marrë me vete Rinin Demokratike. Me kërkesën e njëjtë si shton atë deputetin Kurti, partia Bedri Hamzës i është drejtuar liderit të lëvizjes vetëvendosje. Bllokada institucionale si shton në PDK po ka pasoja për të gjithë. Kjo bllokadë shtetërore ka pasoja reale në jetën dhe të ardhmen tonë. Kur institucionet nuk funksionojnë dhe kur interesi politik e partjak vendoset mbi interesin e shtetit, mesazhi që u dërgohet të rinjave është se këtu nuk ka siguri, stabilitet dhe perspektivë. Suma kishte edhe një kërkesë për Kurtin. Duam një Kosovë ku institucionet funksionojnë dhe ku askush, pavarësisht sa pushtet ka, nuk mund të mbajë shtetin peng për interesa politike. Prandaj, mesazhi im është i thjeshtë. Albin Kurti, ndaleni bllokadën, ejani në kuvend, konstituojeni atë dhe hapini rrugë funksionimit të institucioneve.
Pasi përfunduan fjalimet, deputetja Vlora Qitaku provoi edhe një herë për të futur brenda qeverisë, por dyert si edhe detëve tjera ishin të mbyllura. Derisa opozita vazhdojnë të deklarojnë se ka shkelje të kushtetutës, nga lëvizja vetëvendosje vazhdojnë të përforcojnë qëndrimin e tyre se nuk është shkelur afati për konstituim. Ishte Andin Hoti, i cili në emisionin frontal me Arsim Lanin numroi disa arsye se pse ajo çfarë po deklaron opozita, sipas tij nuk qëndron. Se na shtu për vazhdojmë, se s'peqojnë. Pas ka nevoj. Po pse ka nevoj më shkel kushtetuta? Po kush për ti po thu që me shkeli jonë. Unë po thamë që s'pe shkeli, sepse si pas interpretimin tim, koma fat 30 dit, opozita po thot jetë për shkeli. Nga dita e certifikimit të rezultateve. Opozita po thot, jo, 30 dit, sepse ne kemi fillu seancën. Ne në tash e qesim, besoj. Ne në 66 thot nga dita fillimit të seancës konstruive. Që është 30 dit pas, dëmën dita fillimit seancës, është 30 dit pas certifikimit zgjedhjeve. Dhe ne po konsiderojmë që kemi afat 30 dit. Opozita po thotë jo s'keni afat e keni shkel, është gjykata kushtetuese, nuk di që ka gjë më thjesht çon në gjykatë kushtetuese. Si për formimin e institucioneve, koordinim po kërkohet edhe për një çështje të shumë diskutuar së fundmi. Bëhet fjalë për hapjen e urës së Ibrit, për të cilën faktori ndërkombëtar po kërkon konsultime mes qeverisë dhe komunave të prekura. Ne kemi pasur qëndrimin ton për urën, i cili ka qenë gjithmonë shumë i qartë. Ura duhet të shërbejë të gjitha komuniteteve. Ajo duhet të lidh. Ajo që kërkojmë është të ketë një koordinim efektiv dhe gjithashtu konsultime kuptimplota ndërmjet komunave përkatëse, si dhe në nivelin qendror të institucioneve që duhet të përmirësohen. Dhe ajo që kërkojmë gjithashtu është që policia e Kosovës të garantojë siguri dhe mbrojtjen e të gjitha komuniteteve në përputhje me të drejta demokratike të njeriut dhe parime të sundimit të ligjit në mënyrë që të gjithë të ndihen të sigurt. Kryetarët e komunave do të bëhen bashkë edhe për një protestë para qeverisë. Kështu ka bërë të ditur përparim Rama, kryetari i Prishtinës, në rrjetin social Facebook, ku ka shkruar se kryetarët e komunave janë mbledhur bashkë kundër shkeljes së vazhdueshme të ligjit dhe qasjes totalitare të qeverisë Kurti ndaj pushtetit lokal. Para lajmërimi gjatë fushatës zgjedhore lokale se nuk do t'u japim buxhet komunave që nuk qeverisën nga vetëvendosje, sot po materializohet në një praktik të rrezikshme bllokim të mjeteve, pengim të projekteve dhe ndoshkim financiar të komunave që nuk kontrollohen nga pushteti, ka shkruar Rama. Pas kësaj ka reaguar kryetari i komunës së Mitrovicës, Faton Peci, duke mohuar se i bashkohet kësaj proteste. Jo në emrin tim dhe të Mitrovicës përparim. E kuptoj tendencën tënde për të luajtur rolin e liderit opozitar karshi qeverisë, por nuk kam mirë kuptim karshi tendencës të flasësh në emër të gjithë kryetarëve të komunave, e aq më pak të Mitrovicës, shkroi Peci në Facebook. Ani pse kryetari i Mitrovicës e mohoi, përveç Ramës ishte edhe dikush tjetër që e konfirmoi një vendim të tillë të komunave. Drejtori ekzekutivi Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, ka thënë se vendimi për një protestë të tillë vije pasi janë shterur pothuajse të gjitha rrugët e dialogut në nivelin qendror. Arsye sa i përket kësaj proteste, sepse të gjitha rrugët e dialogut pothuajse janë shterur me nivelin qendror. Pothuajse që disa vite kërkesat e komunave janë injoruar në mënyrë totale, nuk ka pas një bashkëpunim të sinqert me komunat. Në takimet të cilat janë zhvilluar me nivelin qendror, vetëm kërkesat e komunave janë dëgjuar, mirë po nuk ka pas asnjë impakt nga takimet të cilat janë organizuar me nivelin qendror, dhe kështu që përfundimisht erdhi vendimi i kryetarëve të komunave prezent në takimin e Këshillit që me 1 shtator në orën 10 kemi protestën e komunave, ku protestat do të ketë qëllimin që problemet të cilat janë adresuar nga komunat e Republikës Kosovës ndër vite të miratohen apo të mirën parasysh nga niveli qendror. Ndërkohë, kryetari i Prishtinës përparim Rama i është bashkuar nismës legjislative qytetare për ndryshimin e kodit penal. Ai bëri thirrje për respektimin e ligjeve dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese
ndërsa kërkoi që peticioni të mbledh mbi 10.000 nënshkrime. Erdhi i vetëm drejt tendës. E me t'u afruar nxorri letë njoftimin dhe nënshkroi. Aty kryetari i Prishtinës ju bashkua nismës legjislative qytetare të Institutit të Kosovës për drejtësi për ndryshimin e kodit penal. Ai e konsideroi atë hap të rëndësishëm për formimin e demokracisë. Po ashtu bëri thirrje për respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe ligjeve në fuqi. Ju përgëzoj për këtë nismë e cila tregon që populli ynë një farë mënyrë edhe ka fillu një vedisim edhe më të lartë, pra në të niveli shoqëror, ku edhe kërkon përgjegjësi nga institucionet, kërkon përgjegjësi nga politikanët, kërkon përgjegjësi nga secili qytetar, që të respektohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Rama foli edhe për keqpërdorimin e fundeve publike për nevoja partijake. Po ashtu edhe ata të cilët partit apo personat të cilët e keqpërdorin ligjin apo i keqpërdorin fondet publike për nevoja të veta partijake, pra si që ka ndodh edhe në dhjetor, edhe tash në qershor, ku parat publike janë përdor një farë mënyre për me ble votën. Këto janë gjëra të jashtëligjshme. Ai pret që të mblidhen më shumë se 10.000 nënshkrime. Uroj që së shpejti të kemi më shumë se 10.000 apo 12.000 e më tepër, pra më shumë se 10.000 nënshkrime, ku edhe vendimet ose nënshkrimet ose ky peticion pastaj t'i marrë edhe hapat e vetë dhe të bëhet pjesë e ligjit. Nisma e iniciuar nga Instituti i Kosovës për drejtësi synon ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal përmes 2 propozimeve kryesore. Përcaktimin si vepër penale të mosbatimit të qëllimshëm të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe sanksionimin penal të përdorimit të paras publike për përfitim elektoral gjatë periudhave zgjedhore dhe parazgjedhore. Përveç ligjeve sfidë kryesore për institucionet e Kosovës, vazhdon të mbetet edhe mungesa e realizimit të planifikimeve të prokurorimit publik. Sipas raportit të IMPOS gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026, ministrit dhe zyra e kryeministrit kanë realizuar vetëm një pjesë të vogël të aktiviteteve të parapara. Prokurimi publik nuk po realizohet në kohën e planifikuar. Raporti i iniciativës për progres tregon se nga 1128 aktivitete të planifikuara nga ministrit dhe zyra e kryeministrit, vetëm 170 ishin iniciuar deri më 30 qershor. Kjo nënkupton se janë realizuar rreth 15% e aktiviteteve që ishin planifikuar. Hulumtuese i INPO-s, Arbër Kabashi, tha se një nga pengesat kryesore këtë vit ishte miratimi me vonesë i buxhetit. Sfida kryesore me të cilën janë përballur autoritetet kontraktuese këtë vit ka qenë miratimi i buxhetit me vonesë, ose mund të themi pra për dallim prej viteve të tjera ku buxheti është miratuar para se të fillojë viti. Në këtë vit, pra në vitin 2026, tek me datën 2 mars, buxheti është publikuar në gazetën zyrtare. Sipas raportit, aktivitetet e planifikuara kanë vlerë rreth 600 milion euro, ndërsa ato që duhet të nisnin deri më 30 qershor kapnin vlerën e 388 milion eurove. Megjithatë, deri në këtë periudhë janë iniciuar aktivitete në vlerë prej vetëm 31 milion eurosh. Në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik thonë se planifikimi është baza e të gjithë procesit. Ka ndodhur 2 fenomene që tha dhe Arbëri, është vonesa e miratimit ligjit, edhe ndamja shumë ministrive që jo në planifikim, po edhe në realizim të procedurat prokurimit ka shkaktuar gjatë lashe. Vishaj përmendi si faktor problemet e shkaktuara nga ndarja e ministrive dhe miratimi i vonshëm i buxhetit. Edhe zyra kombëtare e auditimit vlerëson se niveli i realizimit mbetet i ulët në raport me planifikimet. Analizat tregon që është niveli i ulët i aktiviteteve, karshi planifikimit. Analizat tregon se është nivel i ulët i aktiviteteve të cilat janë para pa qoftë në buxhetim apo në planifikim. Ndërkaq, ekspertja e prokurimit Diana Metushi Krasniqi konsideron se pasojat e vonesave nuk mbeten vetëm brenda institucioneve. Prokurimi publik është ajo fusha që apo aktiviteti
publik që prek drejt për drejti jetën e qytetarit. Dhe kur folum për mangësi, për vonesa, për mos realizim të planifikimeve të prokurimit, jena të folë për mos adresimin apo mungesën efikasitetit dhe eficiencës qeveritare për me i përmbush nevojat e qytetarëve. Raporti i NPO-s VNP kështohen ndekun mes asaj që institucionet planifikojnë dhe asaj që arrin të realizojnë në praktikë. Sfidë tejet e madhe vazhdojnë të jenë edhe aksidentet në vend. Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 10.170 aksidente, ndërsa në ato me fatalitet kanë humbur jetën gjithsej 46 persona. Edhe mëngjesi kësaj të martë solli lajmin për një aksident tragjik. Një përplasje veturave rreth orës 5 të mëngjesit në fshatin Kliqin të Pejës e la të vdekur një person, ndërsa 3 të tjerë u lënduan. Lajmin e bëri të ditur zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi. Kurse detaje për këtë rast dha Shkodra Nikçi, zëdhënës në prokurorinë themelore në Pejë. Si pasojë një aksidenti trafiku sot në orët 8 të mëngjesit ku kanë qenë të përfshira 3 automjete, ka humbur jetën një person dhe 3 të tjerë kanë mësuar lëndime trupore. Me njerëm në vendin e ngjarjes ka dalë policia e Kosovës, ekipet e mërzjenta dhe prokurori i shtetit. Nikçi tregoi edhe për veprimet që janë duke ndërmarrë pas aksidentit. Një person, i cili dyshohet se ka kryer vepra penale rrezikimi i trafikut publik, është arrestuar dhe ndaluar për 48 orë. Prokurori i shtetit brenda fatit ligjor do të prashtaj kërkesë për sigurimin e tij në procedurë penale. Ndërkaq trupi pa jetë i viktimës me urdhën të prokurorit të shtetit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për të bërë obduksioni. E një aksident tjetër ka ndodhur në Malishev, mbrëmjen e së dielës. Një zyrtar policor u godit nga një vetur, derisa ishte duke kryer detyrën e tij. Në atë aksident, përveç zyrtarit policor, edhe 4 persona të tjerë pësuan lëndime. Por Altin Kryeziu ishte ai që pësoi më së keqi. Ai është duke marrë trajtim mjekësor në QKUK, derisa gjendja e tij shëndetësore është e rëndë. Sipas të dhënave të ekipit mjekësor, pacienti vazhdon të jetë i shtruar në mjekim intensiv, ku po merr trajtim intensiv dhe mbështetje të vazhdueshme mjekësore. Gjendja e tij kërkon monitorim të vazhdueshëm dhe trajtim të specializuar, ndërsa ekipi mjekësor po vijon me të gjitha masat e nevojshme terapeutike dhe mbështetëse. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se vetëm në vitin 2026 janë regjistruar 10.170 aksidente në periudhën janar-qershor. Këto shifra tregojnë rënje të aksidenteve pasi një vit më parë në periudhën e njëjtë kohore janë raportuar 500 aksidente më shumë. Megjithatë, aksidentet me fatalitet janë rritur. Këtë vit janë shënuar 5 aksidente me fatalitet më shumë se vitin e kaluar. Këtë gjysmë viti ndodhen 45 aksidente me të vdekur, kurse më 2025 në gjysmën e parë të këtij viti u shënuan 40 përplasje automjetesh që shkaktuan vdekje. E një përleshje mes 2 grupeve të rinjve ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Pejë, ku 2 persona kanë mbetur të plagosur nga një mjet impret. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 9:40 në rrugën Agim Qelaj. Pas incidentit në vendngjarje ka intervenuar policia e Kosovës. Rastin e ka konfirmuar zyrtari për informimi policisë rajonale të Pejës, Driton Rugova. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Agim Qelaj rreth orës 9:40 minuta. Policia ka arritur me urgjencë të plagosurit, po trajtohen në spital, ka deklaruar Rugova. 2 personat e plagosur janë dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa policia e Kosovës po vijon hetimet për të zbardhur rrethanat e incidentit. Një rast i rrallë kirurgjikale është trajtuar me sukses në QKUK. Një 23 vjeçar i cili kishte një tumor rreth 3.5 kg dhe 27 cm të gjatë, pas kërkimit të shërimit në disa vende, ndërhyrjen e kreu në Kosovë. Vizitoi disa vende në kërkim të shërimit, por zgjedhjen e gjeti në Kosovë. Një tumor prej rreth 3.5 kg dhe 25 cm i gjatë po e mundonte një 23 vjeçar. E ndërhyrja për heqjen e kësaj mase u krye në klinikën e kirurgjisë torakale në QKUK. Operimin e realizoi mjeku Nazmi Kolgeci, për të cilën ky është intervenimi i dytë i këtij lloji. Ai tregon se bëhet fjalë për një rast të rrallë dhe kompleks.
Atëherë sot në klinikën tonë, në klinikën e Kryqëzit Torakale, kemi realizuar një operacion që ka qenë i rrallë edhe për neve. Për arsye se është i rrallë, kur themi është i rrallë për arsye se kemi të bëjmë një tumor që ka qenë diku rreth 27 cm me gjinqësi dhe një gjerësi diku rreth 17 cm. Ky tumor nëse e imagjinojmë kur është brenda kavitetit torakal, atëherë prognoza do të jenë edhe më të larta, edhe më të mëdha. Sipas Kolgecit, ndërhyrje të tilla janë të vështira, por klinika e kirurgjisë torakale ka kushte dhe mundësitë për t'i realizuar. Po them ato se operacionet e tilla janë të vështira edhe për qendrat e tjera që janë mjaft specializuar dhe që kanë intervenimin ndoshta edhe më të shpeshta, por neve gjithashtu është mjaft interesante dhe ka qenë mjaft sfidues. Po, besoj që po, se kemi një kuadër mjaft mirë të specializuar, gjithashtu kemi edhe kushtet nuk janë ashtu për që të thonë nuk janë kushtet që jap në klinikën e Kryqëzit Torakal, domethënë janë të mira. Operimi kishte zgjatur më shumë se 5 orë. Pas ndërhyrjes, gjendja 23 vjeçarit është e mirë dhe sipas mjekut ai nuk pritet të ketë probleme të tilla në të ardhmen. SSKUK-ja e cilësoi rastin si dëshmi të kapaciteteve profesionale dhe bashkëpunimit multidisciplinar në raste komplekse kirurgjikale. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet që sot i kemi përgatitur për ju. Unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.